a lejohet festimi I ditëlindjes? Shiqoni, ditëlindja është një ditë me të cilën do thot tregohet se u bone një vit ma I vjetër apo. Edhe këtë njerëzit gëzohen, do të më mërzit në realitet. Do të më mërzit se po shkon duke u plak apo kupton. Nëse shiqomi do thot me këtë mentalitet. Por ne nuk po folim në këtë aspekt, po folim në aspektin fetar, pasi që emisioni do thot ka asi karakteri dhe përgjigjet tona do thot duhet me qenë të bazuara në fjalët e Allahut dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Kur'an nuk ka ndonjë ajet që ka fol për ditëlindjen. Ndërsa në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka do thot hadithe, të cilat hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka urdhnuar pasardhësit e vet që mos me morën ditën e tina ditë festimi. Kupton? Edhe mos me morën do thot vendi ku është I varrostaj vend adhurimi. Edhe kështu me radhë, ashtu që do thot vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk I ka festuar do thot ditëlindjen. Por ka pas qef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me agjinu ditën e han edhe ditën e enjte. E kur e kanë vetë pse po ki qef apo thon me agjinu ditën e han edhe të enjten, ka thonë për atë arsye se të hanën kom le. E për atë arsye kam qef apo thon me agjinu, ndërsa të enjten ngritën veprat, e kam qef ditën kur ngritën veprat me qenë agjinurush. E atëherë nëse duhet me u festuar, nuk duhet vetëm një ditë me u festuar, por duhet çdo javë atëherë me u festuar. E kështu lodhen njerëzit. E për atë arsye që mos mu lodh atëherë më mirë është mos me festuar hiç. Dhe me qenë I lirë, do thot, mos me marr obligim apo këtë çështje.